Kryeministri Edi Rama në bordin e paqes ka bërë një fjalim mjaftofort ku i ka kërkuar presidentit Donald Trump lirimin e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçit dhe ish komandantëve të tjerë të cilët mbahen në burgun në Hag. Për të folur mbi këtë fjalim të zotit Rama, kam të ftuar në një lidhje direkte profesorin e njohur zotin Selatin Redkoceri. Zoti Redkoceri, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, zoti Guri. Faleminderit për ftesën. Si e pat këtë fjalim të zotit Rama, a ishte fjalim i fortë dhe a ishte ajo çfarë duhej në këto momente? Në rastësisht përcolla komplet fjalimin edhe të zotit president Trump, por edhe të gjithë atyre që morën pjesë atë dhe erdhi rodha zotit Edi Rama. Unë vërtet nuk e prita një fjalim të tillë historik, pas fjalimeve tjera që i ka pas kur e mbaj mend në Këshillin e Evropës, edhe atëherë ishte historik edhe pse ishte vlerësuar se ishte mjaft i gjatë, ku kishte folur gjëra gjatë për çështjen e të burgosurve të ndërgjegjes në Hag, por tani në një fjalim të shkurtër dhe të mbërthyer, aq fuqishëm, vërtet unë nuk e prita, por njëkohësisht edhe unë gazolleva. Sepse të kërkosh në një forum të tillë, që ende është në formim e sipër, ende është duke marrë formë, vërtet ishte rasti madhor historik, sepse aty ai e lidhi edhe rastin e Smithit që ka ndjekur apo është munduar të akuzoj zotin Trump për ato protesta që i mbajnë mend rreth shtëpisë bardh dhe e lidhi mrekullisht me rastin e luftëtarëve të lirisë, zotin Thaçi, sidomos zotin Thaçi, por edhe treshën tjetër, sepse nga fati i zotit Thaçi varet edhe fati i të tjerëve. Andaj falenderojmë zotin Edi Rama që e bëri këtë akt vërtet human, vërtet të madh dhe vërtet vllazëror, dhe mendoj se këtu e ka zgjuar edhe një herë ndërgjegjen e Trumpit dhe ajo që unë thash në një intervistë dje partje nuk kur e kishim ne së bashku, thash se Trumpi ka mundësi që nëpërmjet të gjykatësit kryesor që Smith që po udhëheq procesin e Hagës të ndikoj që ky proces apo burrat më të mirë të Kosovës të marrin vendim lirues nga gjykata e Hagës. Por njëkohësisht edhe fjalimi i djeshëm, fjala përfundimtare e 4 herojve të gjallë të Kosovës ishte madhështore dhe ju dha leksion edhe gjykatës e sidomos prokurorëve të cilët kanë qenë të shumë të dëshpëruar edhe vërtet i kemi pa ato ftyra të mbrolura, ato ftyra të zbehura, të cilat u azbehen djemt ton, të cilët edhe burrat ton, të cilët heroikisht qëndruan edhe dhan fjalime historike të cilat ky popull do t'i mbaj mend. Të gjithë një zërit thanë se nuk është me rëndësi ata ku gjenden. Me rëndësi është që populli i Kosovës sot është i lirë dhe populli i Kosovës sot jeton në Republikën e Lirë dhe ata për hir të Kosovës janë gjendje të përballojnë çfarë do vendimi që do të marrin gjykata. Dhe aty e pam se asnjëri nga 4 të akuzuarit nuk përshëndeti me asnjë fjalë prokurorinë e manipuluar nga Rusia dhe Serbia dhe mirë u bë që ndodhi ajo. Por kjo e sodit edhe njëherë
e përshëndesim dhe urojmë që pas këtij fjalimi edhe jam i bindur që sjellja e presidentit të Amerikës do të jetë krejt tjetër edhe ndikimi do të jetë i drejt për drejt në gjykatën e Hagës. Fundja që verdikti çfarë do qoftë ai të mos pranohet nga Amerika është shumë më rëndësi. Dhe është një moment historik që nëse në këto dëshiron Kuvendi i Kosovës apo Albulena Haxhiu dhe Albin Kurti, të cilët tani më veç kanë filluar në një farë mënyre të përkrahin katërshën e madhe në Hagë, edhe ata nëpërmjet Kuvendit të tash bëjnë gjykatën, sepse gjykata nuk është duke punuar sipas kushtetutës edhe ligjeve të Republikës Kosovës, andaj janë plotësuar të gjitha kushtet, pa marrë parasysh që ata sigurisht do ta marrin vendimin, sido që t'jetë Kuvendi ynë është mirë ta zhbëj gjykatën speciale e cila ka dalë komplet nga ligjet e Kosovës edhe kodi penal i Republikës Kosovës edhe nga juridiksioni i Republikës Kosovës, andaj pas fjalimit të Edi Ramës dhe asaj që pritet që këtë verdikt nuk do ta pranojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do ta bëj edhe hapin tjetër Republika Kosovës, që Kuvendi i Republikës Kosovës ta shpall si gjykatë e cila nuk është duke e zbatuar ligjshmërinë edhe legjislacionin në fuqi, andaj është mirë ta zhbëjnë. Profesor, sa mendoni që janë shanset që ish-komandantët e Ushtrisë Kombëtare të Kosovës të lirohen nga ajo gjykatë dhe nisur edhe ndoshta nga një presion i mirë, le të themi, i Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj gjyqtarëve amerikanë që ndodhen në atë gjykatë? Unë besoj, megjithatë besoj në gjykatën ndërkombëtare. Por kur kemi parasysh që prokurorët propozuan një gjykim kaq të lartë në vite, 45 vite, ma mirë ka qenë të propozohet burgimi përjetshëm se sa 45, sepse për të gjithë ata është burgim i përjetshëm, se asnjëri prej tyre nuk i ka nën 55 vjet, 56 vjet. Domethënë, për ta 45 vjet që është burgimi i përjetshëm, edhe propozuan maksimumin e mundshëm. Unë megjithatë kam ende një shpresë, sepse gjykata nuk do të marrë vendim sipas asaj që kërkoi prokuroria dhe djemt do të marrin vendim lirues nga kjo gjykatë, edhe presim që qershori, fundi qershori, mas larti, fillimi i korrikut dhe katërshën e madhe ta sjell në Kosovë edhe t'ju bashkohen familjeve tyre në radhë parë, pse jo edhe politikës për brenda një kohë të shkurtër. Unë pres edhe një herë nga zoti Trump, presidenti fuqiplot, që të ndikoj të përdor format e ndikimit të drejt për drejt në gjykatësin kryesor, por në gjykatësit tjerë, dhe të lirohen nga kjo akuzë e pabazuar edhe e përgatitur nga kuzhinat serbo-ruse për një kohë gjatë. Kemi parë dhe një afrimitet të Donald Trumpit me presidentin Vjosa Osmani. A mendoni që kjo do të ndikojë që ajo të marrë dhe një mandat të dytë si presidente e Kosovës? Po këtu tash e kemi në anën tjetër kryeministrin, i cili nuk ka raporte si duket mira me Donald Trump, edhe mund që, sepse në këtë rast vendos për presidenten vendos Albin Kurti. Pa marrë parasysh të tjerët edhe pa marrë parasysh se sa e afërt është presidentja e Republikës me zotin Donald Trump, unë frigohem se kjo vetëm sa do ta pengoj
zonjën president, zonjën Vjosa Osmani që të ketë edhe një kandidatur. Bele, unë jam duke u frikuar shumë që atë nuk do të ketë mundësi ta marrë mandatin apo ta marrë propozimin zonja Osmani, sepse ajo është duke kërkuar nënshkrimet nga opozita, të cilat si duket nuk është duke i marrë. Nuk është duke i marrë as nga LDK-ja, as nga PDK-ja, as nga Aleanca, derisa zoti Kurti ka kërkuar nga Vjosa Osmani që nënshkrimet për kandidatur ajo t'i merr nga opozita 30 nënshkrime, pastaj votat do t'i ketë nga Kurti. Nëse kjo i pamundsohet zotit e zonjës Vjosa Osmani, ajo nuk do t'jetë në gjendje as të ketë kandidatur për presidente. Andaj, them se Kurti përshkon në një pëllun në një kart tjetër që vendin t'a qoj edhe njëherë në zgjedhje dhe mos dalim fare me kandidatur dhe kështu të bartet funksioni presidentes të zonja Albulena Haxhiu, e cila pastaj do të caktoj një datë shumë të përshtatshme kur i kemi pashkët katolike në prell, dikon 4-5 prell, edhe atëherë diaspora do t'jetë edhe njëherë në Kosovë dhe kështu edhe njëherë përsëritet cikli njëjtë me shpresën se Kurti do të marrë më tepër se 60% të votave dhe në këtë mënyrë ai pastaj do t'i ketë të trijat funksionet kryesore të shtetit në dorën e tij dhe pastaj do të veproj apo do t'i kryej gjitha veprimet e parapara rreth gjykatës kushtetuese, rreth ligjit vetingut e ligjet të tjera të cilat i kanë mbetur të pa aprovuara për shkak të kontestimit që u ka bërë 12 ligjeve gjykata kushtetuese. Tani më ne veç do ta kemi gjykatën kushtetuese shumë shpejt vetëm me 5 antar dhe kështu e humb quorumin dhe në këtë formë Kurti do ta përvetësoj apo do ta bëj për vete edhe gjykatën kushtetuese, siç i ka bërë edhe institucionet tjera, dhe në këtë mënyrë do ta kap shtetin dhe do të hap rrugë për një shtet autoritar, për të mos thënë diktatorial, apo më mirë me thënë gjysmë diktatorial. Qëllimi kryesor i Kurtit është ky dhe si duket skenari edhe po shkon drejt një shteti autoritar kur edhe nuk kemi gjykatë, ne e shohim veç vitin e fundit. Po mos ishte gjykata kushtetuese që e kishte minimumin e marrjes vendimeve, i kishte vetëm 7 antar, Kosova do të pësonte keq nga veprimet që i ka pas brenda një viti qeveria në detyrë e zotit Kurti. Profesor, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit, ishte edhe kënaqësi e jona.